Gendi, faleminderit orkestra, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit, jemi duke folur për teoritë konspirative. Max, të kthehemi në disa gjëra konkrete. Në bisedën që ke bërë paraprakisht, ke thënë që janë rreth 13 familje që qeverisin botën, apo jo? Po, është e vërtetë, ky numër ka mbetur gjithmonë fiks sepse është numër simbolik. Që do marrim 12 muajt e vitit, fillimi i ciklit është i 13-it, domethënë janari prap fillon. E gjithë koncepti është që jeta vazhdon. Edhe rigenerim. Ashtu siç ndodh për shembull që çdo vit po. Ashtu siç ndodh çdo vit bën bilancet e financiare të njerëzve më të pasur botës, edhe në listën e 100 të miliarderëve që dalin çdo vit, 80% e atyre listë ndryshon nga viti në vit. Domethënë ka një dinamikë të jashtëzakonshme dhe mbetet 20%, 25%. Kështu që janë 13 familje. 13 familje dhe cilat 9 me çfarë përjardhje? Unë besoj. Ti beson? Me 2 nga këto familje unë kam pas kontakte drejt për drejta e para punës. Nuk thjesht besoj, por ta lëm në kuadrin e konspiracionit dhe unë besoj që 9 nga këto janë me origjinë lire. Dhe kjo është arsyeja, kjo është arsyeja që Nostradamusi diku thot në librin e vet thot që nëse shqiptarët thot dhe gjuha e tyre që është shkruar për herë të parë historia humane, rezistojnë deri në vitin 2000. Ata do ta shkruajnë edhe një herë këtë botë, siç din ata. Tash çka ka pas më Nostradamus, unë nuk e di. Po kjo është shkruar zezmi të bardhë. Po mirë, në raze kemi 9 familje që janë që sundojnë botën, pse ne jemi në këtë drejtë që jemi, duhet të ishim më mirë. Tash prapë çove ke Kasiot Miftaj, që është koleg dhe miku im, që unë i besoj një pjesë të hulumtimeve që ka bërë. Ti mason? Jo, mason, jo, nuk mos e shofer kjo. Si gazetar, unë ti di që unë jam gazetar me profesion dhe punoj në TVSH. Kam 23 vjet gazetar dhe në Amerikë kam punuar. 15 vjet gazetar. Por disa nga hulumtimet i ka shumë sakta dhe shumë serioze. Por ka dhe gjëra tjera. Se jemi në këtë drejtë, kjo ishte pyetja. Se jemi në këtë drejtë sepse nëse janë 9 familje i lire, sepse ardhja e Sorosit dhe që po kemi prapë kësaj 90-ën zhvilloi kanabisin në Shqipëri, që shqiptarët duhet zhvillonin industrinë. Në 97-ën, një nga 5 faktorët që shkatëruan Shqipërinë, që i vun flakë Shqipërisë, prapë Sorosi me New York Times. Edhe para 90-s nuk se ishim më mirë. Ardhja George Bushit. Edhe në kohën e Zogut si ishim më mirë. Në kohën e Zogut edhe Zogu ka problemet e veta që nuk janë zbardhur akoma. Po them vetëm që, domethënë, ne kemi probleme me historinë e Shqipërisë. Nuk dua të pengoj për të penguar, por duhet të them këtë. Ne kemi probleme me historinë e Shqipërisë. Historia e Shqipërisë është ndryshe dhe është ndryshe. Ekziston një komplot kundër shqiptarëve që ka 1000 vjet që zhvillohet. Por ne kthehemi mbrapa në kohë. Nga cilët? Nga cilët? Janë grupe të tëra. Nuk është një grup. Shqiptarët nuk e rrezojnë dot me një grup. Ja kanë mbajtur 9000 vjet këtë botë. Prandaj edhe ke numrin 9 që thot ai Gjegje Lezalia 9 muaj, 9 vjet në është numri i shqiptarëve 9-ta. Prandaj kur thot Kasiot Islami 9-11 Pastriot Miftari. Miftari fal Kasiot. 11 ato kanë lidhje logjike. Në qoftë se gënjejnë fjalët, numrat nuk gënjejnë. Thonë që Zoti ka folur me numra, se s'ka kohë të merret me fjalë. Por fjalën ja dha njeriu. Dhe këto janë shkruar në të gjitha librat e shenjtë. Pra, të kthehemi ke konspiracioni. Mbi shqiptarët është një konspiracion shumë i madh. Ky më ka dhënë një libër enciklopedia e 2 vjetëve më parë, enciklopedia botërore e konspiracive. Midis tyre ka faqja 15 vjet Shqipërinë, Albania. Është një faqe komplet. Që thoshte çfarë? Që është nën influencën konspirative të pjesës tjetër të botës. Unë nuk po hyj detaje, se unë di detaje, kam punuar 12 vjet me departamentin e shtetit. Të tregojmë këto gjëra, po edhe koha nuk na premton, edhe publiku nuk është i paraditur për gjë të tillë. Por mbajmë mend të. Shpejt do për këtë. Mbajmë mend të ardhja e George Bushit në Shqipëri. George Bushi është mason, jo Sorosi. Tu ka gabim Kasioti. Soroistët e Shqipërisë janë i dorë hajdush rëndom që nuk kanë mëshirë për këtë vend, por Bushi është mason dhe ka 8 veta në familje mason. Kur erdhin 2007 në qershor, ju gjithë e dini që Oqi Kollare, në fushë jo në Tiranë. Në fushë ka shumë mundësi kjo. E di çdo thotë kjo nga ana masonike? Kjo është shenjë masonike. Ja po ja them, nuk është sekret. Njeriu kur del me Kollare, del për shkuar në punë ose në një zyrë ose në një takim të nivelit tjetër, jo të zakonshëm. Po kur kthehet në shtëpi, nuk i hyn punë Kollare dhe e heq. Dhe i tha gjithë pjesës të botë, shiko, kjo është shtëpia ime. Kjo është arsyeja që e mori zvarr Shqipërinë, e futi në NATO, e mori se flasin për gërdesin këta, po vetëm se hedhin fyshek zar. Asnjëri si amban thotë që gërdesin ja vuri KGB-ja. Se ato dyja palët të zhgryera. Ja vuri flakën. Po shqiptarët thotë kanë humbur gjithë rrethana për të hande këto që kanë mbetur. Këto po është por ne do ta parojmë që ky është niveli jon. Unë do të shkruaj një minutë. Tash ti,
Influenca e Bushit, e familjes Bushit janë i lirë me origjinë, se janë skocez. Janë me libra të tërë, edhe Bushi ka dhe një lidhje tjetër sipas Devitikit. Barbara Bush dhe Geraldina kushurit para. Geraldina, nana me zogut. Ajo është gruaja me zogut edhe nana lekës e këty tjera. Edhe Ledi Diana. Por ka dhe një problem Edhe Ledi Diana është shqiptare. Kur ndodhi Janë kushurin me njëri tjetrin. Kur ndodhi se e kishim me Rogovën, gjithë opinioni kombëtar ishte fokusuar ke Rogova para se ndodhte lufta e Kosovës. Gjithë du ta dinë që Clinton ishte kundër luftës. Në Kosovë? Në Kosovë, kundër luftës, po ishte Joe Biden ai që jep urdhër pa i shtetit amerikan, pritësh ti. Ka sa rregulla të tjera, jo. Ke familje më dha, një minutë. Në të gjitha rastet kur ushtria amerikane del jashtë kufirit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, duhet firmosi Bideni. Është një nga 13 familjet e mëdha. Kryetari i Komisionit të Senatit për mbrojtje. Siguroj nga gjitha lidhjet që kam pas me të. Më ka thënë Max, ki kujdes se unë e njoh Shqipërinë më mirë se sa mendon ti. Joe Biden. Ai më dha 10 DVD para një viti, që unë t'i bëja një dokumentar në televizionin shqiptar. Akoma televizioni shqiptar nuk më jep shans që të them që Bideni e do më shumë Shqipërinë se sa e ka dashur para se të bëjë në presidentin e Amerikës. Dhe më ka marrë 4 ditë para se të bëjë zëvendës presidentin e Amerikës. Më celularin që kam unë. Është ky Bideni që është prapë. Po ky gjati, baba 2 fëmijëve, që ka vdekur e parë, ky Joe Biden. E kupton, por më fal një minutë. Pra, Biden është mason. Të gjithë njerëzit që janë marrë me çështën shqiptare, duke filluar nga Shakespeare. Shakespeare është i pari që ka denoncuar komplotin e madh kundër shqiptarëve. Ka 2 arsye. Për çfarë ka komplot kundër shqiptarëve? Një minutë, në kundër cilën vepër? Mbreti i lirë çfarë? Mbreti i lirë përmend. Po ke Hamleti. Edhe i lirë. Nuk shtihen në Hamletin në Danimark. Atje është bërë komploti kundër shqiptarëve. Por Shakespeare i vinte rregullisht, më fal, janë dokumentuar këto. Unë kam edhe fotografi ato. Kështjell është një kështjell, aq e madhe sa çështishulli, se Danimarka ka shumë ishuj. Aty mblidheshin që nga 1223 dhe nuk marrin as protokoll, ata që mblodhen aty. Se kishin frikë mos thuaj se mund shkojmë pafund në histori. Çfarë inati kishin me shqiptarët? S'ka inat, Shqipëria është vendi më i pasur i botës dhe është një nga 8 vendet e shenjta të globit. Se ka fushë elektromagnetike krejtësisht veçantë. Dhe nëse do me dalë në hapësirë, të gjesh rrugët e shkurtra për shku nga galaktit, do të kalosh nga Shqipëria. Ka zonë antigravitacional. E dyta, orakulli i Dodonës. 45.000 vjet përpara, përftitë e Dodonës janë pikërisht ata përftitë që bashkonin gjallin me të vdekur në flisnin, që është çmendurita ta imagjinosh sot. Po këtë punë me këtë metodë më përdorte me Nostradamus që parashikonte kohën që do vinte. Pra nuk ka gjëra të paralizueshme nga njeriu, por njeriu bllokohet. Kjo është teoria e konspiracionit. Domethënë, unë kam një sekret, kam një libër të veçantë, i cili mund të çojë mua 200 vjet përpara familjen tim, me pasurinë, unë s'ta them ty. Kjo është sekreti. Fjalët e arta nuk shkruhen në kartë. Prandaj dhe gjithë librat e shenjtë, unë t'i jap një shembull në 821 kur u bë lufta ruso-turke, ke parasysh 821. Ruso-turke, rusët kanë hyrë deri në Korfuz. Atëherë, aty kanë gjetur libra tepër të shenjtë. Nuk e di, ke shtjellë Ali Pasha në një vend tepër shenjtë me një grup madh librash. Dhe i kanë marrë me vete. Dhe ju është dashur në fill mas luftës së dytë botërore që ti kërkoni ti përktheni librat. Se nuk e dini kuptimin se gjuha shumë e vjetër. Dhe kanë gjetur një shqiptar nga Gjeno, që njihte Shqipërinë akaike dhe Rusia ka këtë teknologji ka sot. Kjo është ajo që quhet sekret zotëri.